Tu gjithë të bina thjesht të më du, kesh nevojnë aty, pa ty s'mone me hesht. Muzika shqiptare ka qenë surpriza e puntatës së radhës në Dancing with the Stars. Spektakli, i cili vjen çdo të njëjtën mbrëma nga Vision Plus e Tring Digital, ka prezantuar 6 çiftet e mbetura në 2 disiplina. E para ka qenë pikërisht tango dhe vals, gjini të cilat personazhet VIP i kanë kërcyer në ritmin e këngëve kult shqiptare. Me zemër si të vegjlit aq shumë. Disiplina e dytë, në të cilën VIP-at kanë ngaruar, ka qenë muzika latine. Cha-cha-cha dhe Charleston ka sjellë ritëm, emocione tek publiku dhe kënaqësi apo pa kënaqësi në vlerësimin që juria i ka bërë personazheve të Dancing Albania. Gabimi yt më i madh është ai që kur ti thua një balerini, hajde të konfrontohemi në një skemë baleti. Siç unë mund të thoj aty, hajde të këndojmë bashkë ose të aktorojmë bashkë. Kjo është ignoranca jote më e madhe për mendimin tim. Më duket se po e dramatizon më shumë se sa duhet. Jo. Ignorancën ta mbash për vete, por unë po shkëmbej batuta me qeshur, nëse e vëre. Pas pikëve të jurisë, të cilave ju është shtuar edhe vota e publikut me anë të SMS-ve, vendimtare kjo për qëndrimin ose jo në garë të VIP-ave, personazhi që mblodhi më pak pikë ishte Eli Fara dhe Gerd Vaso. Unë jam e kënaqur deri tani sepse po kuptoja që për mua kaq ishte kënaqësia. Ndjem shumë i lumtur, ndjem shumë i kënaqur, ndjem krenar krah Elit. Kam kaluar momente shumë të bukura, javë shumë të bukura, një punë shumë e lodhshme, por që më ka dhënë një kënaqësi që ndoshta më përpara nuk e kisha provuar. Bashkë me garën për çmimin final prej 50.000 eurosh, mbrëmja e Teindes në Dancing with the Stars solli edhe një numër special nga Baleti Carmen, i cili erdhi disa ditë më parë si premier në Teatrin e Operës dhe Baletit, ku në rolin kryesor ishte Enada Hoxha. Ndërkohë, këtë të diel, në 4 vjetorin e themelimit të qendrës tregtare Galeria, veshjet e personazheve të Dancing with the Stars do të ekspozohen me qëllim shitjen e tyre për bamirësi.